1. Forcimi I kapaciteteve hetimore. Për të përballuar sfidat e rasteve komplekse dhe krimit të organizuar, rekomandohet të vazhdohet investimi në trajnime profesional dhe pajisje digjitale të prokurorisë duke përdorur teknologji të avancuara për mbledhjen e të dhënave dhe analizimin e provave. Rritja e transparencës dhe komunikimit publik. Duke ndjekur standardet më të mira ndërkombëtare, rekomandohet që zoti Çela të intensifikojë raportimin mbi aktivitetet e prokurorisë duke përfshirë statistika mbi rastet e përfunduara dhe progresin në hetime të ndjeshme për të përforcuar besimin e publikut. Bashkëpunimi ndër-institucional. Për të përmirësuar efikasitetin dhe zbatimin e drejtësisë, është e nevojshme të vazhdohet të dhimbë bashkëpunimit me policinë, gjykatat dhe institucionet ndërkombëtare duke krijuar mekanizma më të mirë për shkëmbimin e informacioneve dhe koordinimin e hetimeve. 4. Promovimi I integritetit dhe etikës profesionale. Rekomandohet që zoti Çela të vazhdojë të vendosë standarde të larta etike dhe profesionale brenda prokurorisë duke siguruar që çdo prokuror të veprojë në përputhje me ligjin dhe me parimet e drejtësisë së pandikuar. 5. Fokus te reforma ligjore. Me zhvillimin e reformave të mëtejshme gjyqësore, zoti Çela mund të ndikojë në përmirësimin e kuadrit ligjor duke përpostuar ndryshime që lehtësojnë punën e prokurorëve dhe rrisin efikasitetin e procedurave. Zoti Çela mbetet një udhëheqës I qëndrueshëm dhe me një vizion për prokurorinë e përgjithshme të Shqipërisë. Përkushtimi I tij ndaj ligjit, profesionalizmit dhe reformave institucionale është thelbësor për avancimin e drejtësisë në vend. Përmes implementimit të rekomandimeve të mërsipërme, ai ka potencialin të forcojë më tej sistemin prokurorial dhe të kontribuojë në një drejtësi më të shpejtë, transparente dhe të besueshme për qytetarët. Faleminderit.